Një shqiptar u ekzekutua në Medellin të Kolumbisë, sipas raportimeve të mediave kolumbiane, ai quhet Artur Tushi dhe kishte dokumenta ekuadoriane. Atentati ndodhi në Medellin, në një rrugë pranë qendrës tregtare Santa Fe. Sekretari i sigurisë së qytetit informoi se viktima mbeti një burr me dokumenta ekuadoriane e gjithashtu kombësi shqiptare. Një grua që shoqëronte shqiptarin mbeti e plagosur. Sipas informacioneve të bëra publike, emri i viktimës është Artur Tushi, i lindur në Shqipëri 44 vjet më parë, por me letër njoftim ekuadorian. Hetimet e Inside Crime-it tregojnë se rrjetet shqiptare janë aktor kyç të trafikut drogës në Amerikën Latine, duke përdorur Ekuadorin si bazë kryesore për operacionet transatlantike. Këto grupe kriminale ballkanike kanë dërguar emisarë në Amerikën e Jugut për të negociuar drejt për drejt me prodhuesit e kokainës, si për shembull Desident e Farkut ose Lazo Rabencos në Kolumbi, me qëllim që të sigurojnë çmimin më të ulët të mundshëm me shumicë. Ky pozicion strategjik u ka lejuar të shndërrohen në përfitues të mëdhenj të bumit prodhimit të kokainës në Amerikën Latine, duke blerë drogën me afër 2.000 deri në 4.000 dollar për kilogram dhe duke rishitur në Europë për 30.000 deri në 40.000 dollar. Edhe pse shpesh quhet mafie shqiptare, në fakt janë rrjete të decentralizuara, si për shembull kompania Bello. Qëllimi kryesor i tyre në Ekuador është të negociojnë marrëveshje dhe të nënkontraktojnë transportin e dërgesave të grupeve ekuadoriane dhe të pastrojnë para përmes blerjes së kompanive fiktive të eksportit dhe importit, veçanërisht në portin e Guayaquilit. Një rast është i Dritan Gjikës, i njohur si Toni, trafikant shqiptar që u vendos në Ekuador prej vitit 2009, duke ushtirur si biznesmen e ndërtuar një perandori të fuqishme të trafikut drogës. Gjika konsiderohet si një pioneri, pasi u pozicionua në zinxhirin e furnizimit të një ofrues kyçi kokainës. Rrjeti i tij trafikonte tonelata kokaine kolumbiane drejt Europës përmes Ekuadorit dhe lidhej me sekuestrime prej më shumë se 9.5 tonësh. Prania shqiptare në Guayaquil gjithashtu karakterizohet nga konkurrenca të dhunshme mes rrjeteve ballkanike, gjë që është shfaqur përmes vrasjeve të anëtarëve të dyshuar të mafjes në qytetin portual.